Fryti i së vërtetës. Fjalët e Elohimit në zemrën e dikujt. Mënyra e jetës. Zbulesa 4:3. Hebrejve 10:20. 21. Fryti i së vërtetës. Zemra, hiqni të pavërtetën nga zemra juaj dhe bëjini tokë të mirë, mbyllni farat e së vërtetës dhe jepni fryt duke kultivuar të vërtetën. Rikthimi i tokës. Gjeni të pavërtetën që Bibla thotë të hidhni ose të mos bëni, hiqeni nga zemra dhe bëjeni tokë pjellore. Mbjellja e farave të së vërtetës. Gjeni të vërtetën që Bibla thotë të ruani dhe mbyllni farën e së vërtetës në arën e zemrës të bërë me tokë pjellore, kultivoni atë dhe jepni frytin e së vërtetës. Fryti i së vërtetës. Fryti i së vërtetës. Projekti. 1. Projekti, hidheni. 2. Projekti, mos e bëj. 3. Projekti, mbaje. 4. Projekti, bëje. Projekti, bëje. Nxirreni të pavërtetën nga zemra juaj dhe bëjeni tokë të mirë. Mënyra e jetës. Zbulesa 4:3. Hebrejve 10:20. Marku 9:43. Tani nëse dora jote të skandalizon për mëkat, preje, është më mirë për ty të hysh dorëcung në jetë, sesa të kesh dy duar dhe të shkosh në Gehena, në zjarin e pashueshëm. Marku 9:45. Dhe nëse këmba jote të skandalizon për mëkat, preje, është më mirë për ty të hysh i qalë në jetë, se sa të kesh dy këmbë dhe të hedhin në Gehena, në zjarin e pashueshëm. Marku 9:47. Dhe nëse syri yt të skandalizon për mëkat, nxire, është më mirë për ty të hysh me një sy në jetë se sa të kesh dy sy dhe të hedhin në Gehenën e zjarit. Marku 9:50. Kripa është e mirë, por nëse kripa bëhet e amësht, me se do të i jepni shijen. Kini kripë në vetvete dhe jetoni në paqe njeri me tjetrin. Marku 10:19. Ti i njehur dërimet, mos shkel kuroren. Mos vrit. Mos vidh. Mos bëj dëshmi të reme. Mos mashtro. Ndero atin tënd dhe nënën tënde. Marku 10:43. Por kjo së duhet të ndodhë midis jush, madje ai nga ju që do të doje të bëhet i madh, do të jetë shërbëtori juaj. Marku 10:44. Dhe kushdo nga ju që do të doje të jetë i pari, do të jetë sklavi i të gjithëve. Marku 11:24. Prandaj po ju them, të gjitha ato që ju kërkoni duke lutur, besoni se do të i merrni dhe ju do të i merrni. Marku 11:25. Dhe kur nisni të luteni, nëse keni diçka kundër ndokujt, faleni, që edhe ati juaj që është në qiejt të ju falë mëkatet tuaja. Marku 12:30. Dhe, duaje Zotin, Perëndinë tënd, me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd, me gjithë mendjen tënde e me gjithë forcën tënde. Ky është i pari urdhërim.